Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për mediat nga qeveria e Kosovës ka deklaruar se dje është konfirmuar se nuk ka zgjidhje tjetër përveç mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare në Kosovë. Një ditë pasi qeveria e propozuar nga mandatari Albin Kurti nuk kaloi në votën në seancë plenare, duke marrë vetëm 56 vota nga deputetët e Kosovës, Kurti tha se ai dhe lëvizja vetëvendosja angazhohen që ta zhvillojnë shtetin dhe jo të mbajnë pushtetin. Prandaj para çdo marrëveshje që shtrëmbron vullnetin e qytetarëve në zgjedhje, ne zgjedhim zgjedhjet. Kjo është edhe arsyeja pse vendi, siç e pam nga dita e djeshme, nuk ka rrugë apo mënyrë tjetër përveç se të shkojë në zgjedhje të reja. Nuk ka qenë preferenca jonë, jemi përpjekur që çdo herë kur është kërkuar nga ne detyrimin ton ta kryejmë në kohë, tha Kurti. Kurti tha se tani kjo qeveri ka hyrë në muajin e 8 të vitit të 5 të mandatit të saj 4 vjeçar, gjë të cilën ai tha se nuk e kanë menduar. Sipas tij, Lidhja Demokratike e Kosovës ka refuzuar kategorikisht qeverinë e udhëhequr nga ai, e po ashtu edhe Nisma ka refuzuar përfundimisht të jetë në qeverinë që ai e drejton. Ai shtoi se pas balotazhit në zgjedhjet lokale të 9 nëntorit, Kosovën e presin zgjedhje të reja parlamentare për të cilat tha se duket se të gjithë po përgatiten. Mbase është për të ardhur keq që do të mund të kemi përveç se balotazhit dhe 2 herë zgjedhje, edhe në dimër edhe në pranverë, sepse kur nuk arritëm të bëjmë 61 deputet për një qeveri të re, atëherë është e vështirë e imagjinueshme që do të mund të bëjmë kollaj 80 deputet në pranverën e vitit të ardhshëm. Dhe i kemi vetëm 4 muaj deri në zgjedhjen e presidentit apo presidentes, theksoi Kurti. Por Kurti tha se tani është radha e veprimit të presidentes Osmani, e cila ka 10 ditë kohë për rrugën përpara, nëse do të shpallë një mandatar të dytë ose do të shpallë zgjedhjet e reja parlamentare. Të dielën e 26 tetorit, qeveria udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti e propozuar para deputetëve të kuvendit, mori vetëm 56 vota pro nga të paktën 61 të nevojshme për të miratuar.